Presidenti i Venezuelës Nicolás Maduro është kapur të shtunën nga forcat Delta të Amerikës. Detaje rreth mënyrës së zënies rob ose vendodhjes aktuale të tij nuk dha presidenti amerikan Donald Trump. Ky krejt me çka u mjaftua fillimisht që ky postim në rrjetin social Truth. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë kryer me sukses një sulm në shkallë të gjerë kundër Venezuelës dhe udhëheqësit të saj, presidentit Nicolás Maduro, i cili së bashku me gruan e tij është kapur dhe është larguar me aeroplan nga vendi. Historia nuk nisi sot, kishte një 5 muaj që Amerika po i angushtonte rrethin Maduros. Që nga gushti, flota amerikane u parkua në brigjet e Venezuelës, duke i bërë shosh anijet që ata i quanin narkotrafikante. Analistët e huaj, si ata të Guardian, e kishin nuhatur moti që ky plan ishte vizatuar për të vetmin qëllim, rrëzimin e udhëhecit venezuelian. Por Amerikën, Maduro nuk kishte asnjëherë president i vërtet, sidomos pas zgjedhjeve të vitit 2024, që u cilësuan si lojë e jo votimi i lirë. SBA-t kanë akuzuar Maduron se e drejton një organizatë kriminale të trafikut të drogës, diçka që ai e mohon. Pikërisht mbi këto dyshime, ai pritet të dalë në gjyq në Amerikë. Në anën tjetër, qeveria e Venezuelës po bërtet se ky është një agresion i pastër mbi objektivat civile dhe se Amerika thjesht i ka sytë te nafta dhe burimet e tjera të saj të vlefshme. Aksionin e Amerikës e mbështeti qeveria e Kosovës. Shënjestër.net